Kompania Advanced Micro Devices AMD njoftoi se pret të arrijë të ardhura vjetore për $100 miliardë nga çipet brenda 5 viteve të ardhshme, duke trefishuar fitimet. Që nga 6 tetori, aksionet e kompanisë janë rritur me 16% pas nënshkrimit të një marrëveshje fitimprurëse shumë vjeçare me OpenAI, që pritet të sjellë $10 miliarda të ardhura vjetore. Edhe pse kjo marrëveshje nuk pritet të ndikojë mbi dominimin e Nvidia në prodhimin e çipeve për inteligjencën artificiale, ajo shihet si një shenjë fort besimi në gjysmëpërçuesit e AMD. Gjithashtu, parashikimet financiare optimiste po qetësojnë investitorët në lidhje me aftësinë e kompanisë për të zotëruar një pjesë të tregut. Burime zyrtare të kompanisë u shprehen se tregu i çipeve për qendrat e të dhënave mund të zgjerohet në $1 trilion deri në vitin 2030, me inteligjencën artificiale që do të jetë faktori kryesor i kësaj rritje. Tregu përfshin procesorët dhe çipet e rrjetëzimit të kompanisë, si dhe njësitë specializuara për teknologjinë inovatore. AMD pret 35% rritje vjetore në të gjithë biznesin dhe 60% rritje në segmentin e qendrave të të dhënave 3 deri 5 viteve të ardhshëm. Kompania gjithashtu parashikon që fitimi për aksion të arrijë $20 në të njëjtën periudhë, ndërkohë Jensen Huang, administratori i rivalit e AMD Nvidia, ka thënë se tregu më i gjerë i infrastrukturës për inteligjencën artificiale do të rritet në $3 deri $4 trilion deri në vitin 2030.